Nën pyetje, zonja Agjiu, edhe a jeni kundër zotit Limaj që t'jetë kryetar kuvendi? Unë mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të pritet derisa të vijë kjo pikë. Ne do të kemi diskutime të vazhdueshme edhe për numrat për qeverinë, do të thonë ne po vazhdojmë diskutimet, apo këto takimet. Negociata? Takimet. Apo si quani negociata, jo zonja Agjiu? Takimet për formimin e qeverisë. Emrin e kryetarit kuvendit do ta bëjmë pra në momentin kur do të vijë kjo pikë. Unë nuk mund t'jap emra të përveçëm. Po kundër sjeni? Mendoj që është e rëndësishme që të zgjidhet kryetari i kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe çfarëdo qëndrimi që unë mund ta kem për emra të përveçëm, do ta them në partinë politike. Në parti politike, kështu në për gjithë Kosovën s'po e thunë jo? Nuk mundën me thonë unë të tip pa e thonë parti. Nuk është hapa ai diskutim. Po ata gjithë parti s'po të përcjellin këtu, çfarë po thunë? Po nuk është hapa ai diskutim. Nuk është hap fare? Nuk është hap diskutimi. Për kryetar kuvendit? Nuk është hap diskutimi për emrin e përveçëm. Çka dëgjova sot unë në kuluare gazetareske dhe jo vetëm. Mund ma konfirmoni nëse është e vërtetë ose jo. Nuk po them që ka ndonjë bazament të fortë diçka konkrete, por mua më thanë se zonja Albulina Agjiu do të jetë kryetare e kuvendit të Kosovës. A ka diçka të vërtetë këtu? Shembull ju? Jo, as këtu nuk ka. Nuk ka. Deri tani jo. Mua herë po më lojnë në ministri, pra herë po thonë do të jetë ministre e drejtësisë sërish, herë shefi i grupit parlamentar. Vetëm për shkak të zhvillimeve të këtyre ditëve, pra as shefin e grupit. Paraqitjes që e keni patur në vazhdimsi në kuvend. Po për shkak 15 prillit edhe sotit, e herë kryetare e kuvendit. Do të thonë asnjëra prej këtyre nuk qëndron sepse ende nuk kemi vendosur kush ku do të jetë. Por ajo çka unë duhet ta them këtu është që ku do të jem, an kuvend an qeveri, unë do të përpiqem maksimalisht ta kryej detyrën time siç e kam bërë deri tani. Cila do të jetë e preferuara si pozicion? T'jeni në ekzekutiv, t'jeni në kuvend, se ju duhet në diçka t'jepni përgjigje, nuk është vetëm çka ju emëron partia dhe edhe çka ju ngarkon partia. Ju duhet thoni, a është për mua ose jo. Shembull, krye kuvendare Kosova s'ka patur asnjëherë, do të ishte ndoshta interesant. Në fakt jo pas ka patur zonja Vjosa Osmani një periudhë shkurtër kohore si krye kuvendare. Vetëm isha duke imagjinuar Albulina Agjiu si krye kuvendare. Unë nuk e imagjinoj veten në pozita, në asnjërin prej këtyre pozitave, po them edhe një herë kudo deri tani jam ministre e drejtësisë, 4 vite i kam përfunduar me mandat të rregull, tashmë në detyrë, ndërheqje, quajeni si të doni. Jam përpjek maksimalisht që ta kryej detyrën time, me përkushtim jam përpjekur që ta adresoj reformën drejtësi. Po. Dhe po them edhe një herë kudo që do të jem, do të përpiqem maksimalisht që ta kryej detyrën me përgjegjësinë më të lartë. Nuk marr pozicion për cilin unë nuk mendoj që mund ta kryej. Nuk mund të shkoj të bëhem ministre në shëndetësi, për shembull, ose në fusha të cilat nuk janë në lëmin time. Pra nuk mund ta marr. Tek ministrat thonë se është çështje menaxheriale, nuk është shumë çështje profesionale. Po pajtohem ashtu, po megjithatë ndihesh më mirë kur edhe një fushën më mirë. Në kuadër spekulimeve, shembull, thuhet gjatë këtyre ditëve sepse po përsëritet kjo situatë, do të përsërit shtunën, po thuhet që ka një lloj marrëveshje të fshehtë ndërmjet subjekteve politike, juve, por edhe një pjesë të opozitës për ta krijuar këtë situatë, për ta ndërtuar një koalicion më të madh me numra. A qëndron kjo shembull një koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës, zonja Agjiu? Jo. Kjo po qarkullon gjithandej? Jo. Edhe nuk ka a jeni sigurt që nuk është asnjë shans? Nuk ka që ne vetëm kujdes se këto regjistrohen, pastaj dini që ato deklarata dalin dhe bëhen virale edhe për Facebook edhe për TikTok e gjithandej. Nuk ka shans që ne të shkojmë në koalicion me PDK-n. Po me LDK-n? Nuk shkojmë. Te LDK nuk shkojmë e te PDK nuk ka shans. Nuk janë partnerët tanë të koalicionit. As LDK-ja, as PDK-ja, as AK-ja. E kush është? Nisma atëherë. Po them edhe një herë, kryeministri Kurti e ka marrë përsipër që të drejtoj këtë proces. Ai është personi i vetëm përgjegjës për të folë i pari, për të vazhduar pastaj ne me qëndrimet
për opinionin publik,